Plot 6 avari në linjën kryesore të furnizimit me ujë të qytetit të Vlorës kanë angazhuar këtë të martë ndërmarrjen e ujësillës kanalizime rajoni Vlorë. Dega teknike dhe ajo e mirëmbajtjes kanë punuar për riparimin e këtyre avarive në linjën kryesore të furnizimit me ujë. Avarit u evidentuan në Unazën e Madhe, në lagjen 10 Korriku dhe në ujë të ftohtë. Puna është ndjekur nga afër edhe nga drejtues të ndërmarrjes ujësillës kanalizime rajoni Vlorë, në mbikëqyrjen e drejtorit Ermal Murati, ndërsa përgjegjësi i sektorit ujësillës kanalizime në Vlorë, Aulon Veizi, ishte në teren për të ndjekur riparimin e këtyre avarive përgjatë rrugës Unazës. Ujësillës kanalizime rajoni Vlorë synon përmirësimin e cilësisë së furnizimit me ujë dhe eliminimin e humbjeve në rrjet, ndërsa gjatë kësaj të marte u punua intensivisht për të bërë të mundur riparimin e 6 avarive në linjën kryesore të furnizimit me ujë. Pikërisht u zgjodh kjo ditë për shkak të stakimit të stacioneve të pompimit mëngjesin e kësaj të marte për të bërë të mundur një ndërhyrje në rrjetin e ri të ujësillësit. Në bashkëpunim edhe me kompaninë që po zbaton projektin, është punuar në mënyrë intensive për të mbyllur sipas parashikimeve këtë ndërhyrje të detyruar që i shërben perspektivës së furnizimit me ujë të qytetit të Vlorës nga projekti i cili aktualisht po zbatohet në Vlorë.